Grupi Eurostig, INSIG, UBA Bank në kuadër të fushatës sensibilizuese të Tetorit të Roz prezantoi një paketë shëndetësore me vetëm 50 euro, e cila përfshin analizat dhe kontrollet bazë për parandalimin e kancerit të gjirit. Një ofertë e veçantë që vjen si nismë për të rritur ndërgjegjësimin tek gratë për rëndësinë e zbulimit të hershëm. INSIG dhe UBA Bank ka marrë iniciativë që për muajin Tetor Roz kanë nxjerrë një paketë analizash vetëm 50 euro në çdo lloj spitali, që të bëjë gjithë analizat të mamografisë, të gjakut, për gjithë shka, dhe pse për njerëzit në nevojë, të cilët deklarojnë që nuk i kanë këto mundësi, analizat do jenë edhe falas. Gjatë këtij 9 mujori, Eurostig dhe INSIG kanë shënuar rritje të konsiderueshme, mbi 30% të pagesave të dëmeve, me mbi 26 milion euro dëme, duke konsoliduar pozitën si një nga grupet më të besueshme në tregun e sigurimeve. Ka një rritje të pagesës dëme mbi 30%. Po kështu, Eurostig Kosova ka mbi 52%. Qenci i suksesit është të qëndrueshmëria e grupit, të shpejtësia në kohë reale që bëhet për klientat tanë dhe të vlerësimi sa më real i këtyre dëmeve. Presidenti i grupit, Morinaj, shton se muaji nëntor do të sjellë në vendin ton një konferencë të përmasave të mëdha për sektorin e sigurimeve. Lajmi i mirë është në muajin nëntor Federal Reserve bën një konferencë shumë të madhe për industrinë e sigurimeve në Shqipëri, gjë e cila ka kohë që po punohet, që mbi 2 vjet që kur ishte drejtori Ervin Meta, dhe është një lajm i shkëlqyer të cilën rrallë vende e kanë për fat për ta pas. Një tjetër tregues pozitiv vjen nga sigurimi i jetës, ku INSIG ka regjistruar rritje prej 43%. Në përfundim të fjalës së tij, Kadri Morinaj theksoi se këto rezultate nuk janë vetëm shifra, por dëshmi konkrete të trendit të qëndrueshëm në rritje të tregut të sigurimeve në Shqipëri.